kjo mund të jetë rrezikshme edhe për amerikanët, nga se ata që ballafaqohen në këtë rast me një luftë të përmasave më të mëdha, por edhe të goditjeve që mund të psojnë, atëherë kinezët është një test i mirë për ta, dhe është, mund të them, e favorshme. Por prapë mendoj që nuk the kokën për Iranin as Rusia as Kina, por mund të përdoret për dobësimin e kundërshtarit e tyre, siç janë në këtë rast amerikanët. Mendoj që ka dhe pak kjo luftë, unë kam një tekst të shkruar atje pse lufta Izrael-Iran janë çështja, mund të them, e gjithë asaj të gazsjellsve dhe të rrugës së shkëmbimit të mallrave nga India për të arritur të larguar ngushticën e Hormuzit, për të kaluar në Arabi Saudite ose nga Omani, u falim, sultanati, dhe pastaj të ardhur te porti i Haifas në Izrael. Dhe ruta e dytë është ajo me ndafshit kinez dhe deri te Turqia. Dhe këtu është, më duket, pojenta e konfliktit. Do thot goditja që i bëhet aleancës Iran, Kinë, Kore e Veriut dhe Rusi. Por sidomos Kinës. Dhe në këtë drejtim kemi lëvizje të cilat, sepse çdo luftë prapa ka, mund të them, ato interesat ekonomike ose grabitin e resurseve ose rrugëve që sjellin këto të mira materiale, qarkullimin e tyre. Prandaj situata është e tensionuar, por mos ikëm nga pyetja që pyeti ju për takimin e sotshëm. Mendoj që mund të ketë gjas, po që se Irani arrin të kuptoj që mund të psoj bukurën në tërë zhvillimin e vet të infrastrukturës, të kapaciteteve, qoftë ushtarake, por edhe të resurseve, të infrastrukturës e tyre. Sepse është në aspektin religios quhet një farlloj fetvaja, një farlloj vendimi i aspektit fetar islam që nuk lejohet prodhimi i shkatrimit të armëve në masë. Hamneja ka thënë këtë më herët, por që se Hamneja ka dhënë një deklaratë kërcënuese edhe për Shqipërinë. Kjo jo tash, më herët ka qenë. Për vendosjen e grupit të mujahedinëve në atje afër Durrësit të Starve. Dhe edhe sot në një kanal televiziv jam pyetur a është rrezik Shqipëria shënjestrohet. Nuk e besoj, por nuk është edhe pamundshme. Sepse perimetri i tyre i goditjeve atyre 6 radhëve të potencialit raketor iranian ka supozime mund përrin deri te Austria. Por unë besoj që halli dikun tjetër Irani në këtë rast është për të mirën e tij që të pranoj edhe reduktimin në nul. Por tash kemi hyrë në një situatë kur qëndrimi bëret edhe qëndrimi, sepse Rusia ka, ose Putini në konferencën për shtyp ka deklaruar që Irani nuk ka qenë i gatshëm të pranojë ndihmën ushtarake kur ka bërë marrëveshje për partneritet strategjik. Por Rusia nuk e ka dërguar as blerjen e Suhove 35. Mendoj këtu ka qenë ajo që ka shantazhuar Putini, por ato raportet Iran-Rusi ka të bëjnë që Rusia është interesuar që edhe regjimi i tillë të qëndrojë në Iran. Të qëndrojë, nga se nuk dëshiron të përsëritë Sirinë me Iranin. Irani është një vend 1.6 milion kilometra katror me 88 milion banor. Nuk është do si do, është vend që mund të them drejtën është vështirë të koketohet për të bërë ndryshime të mëdha. Po në rast do të kemi një përshkallëzim të luftës në lidhjen e mesme, cilat nga shtetet muslimane dhe jo muslimane mendoni ju se do të pozicionohet krah Iranit? Dua të kujtoj këtu dhe raportimet që thonë se Pakistani mund ta godiste Izraelin me armë bërthamore për ta mbrojtur Iranin. Është e deklarata më duket e shefit të shtatëmodërisë pakistaneze Amir Munir, i cili ka deklaruar që në ditën e parë, po se zgaboj, që Irani, po që se implikohet do një vendi tretë, do ndihmoj Iranin, po që se goditet në aspektin atomar,
atëherë susta Pakistanit do godes Izraelit. Susta atomare, kuptohet. Dhe kjo, hajde mos të them një aleancë fetare paraqet, por mendoj që te Pakistani më duket që janë njerëz që kanë një credo, një krenari, sidomos pas luftës për hindokush për Kashmirin, atyre 3 pjesëve, Kashmir Gjum, pastaj asaj Balistan, që udhëheqet në Pakistan, dhe Sade, dhe pjesa e 4 asaj që kontrollohet nga kinezët, 28.000 kilometra katror. Por mendoj që ajo fitore e tillë ka ngritur, sepse e mundi din, më them, në luftën 5 me ndihmën e teknologjisë kineze, aviacioneve jet 10C dhe 17. Por edhe korali turk. Mos habitet, turqët në elektronikë janë bukur të fortë. Kanë arritur që të krijojnë, më të them, atë sistemin për të çorruar aeroplanet e teknologjisë së fundit. Do vjen gjenerata e 6, gjeneratën e 5 deri këtu kanë rritur. Ka shënime shumë të sakta dhe të freskëta që turqët me koralin e tyre mund të sjellin probleme. Turqia, pozicionimin e saj, mund të them, e dënon fuqishëm sulmin e Izraelit, mirë po nuk është ajo që do jenë luftë për Iranin, edhe pse ka interesa, ka qenë përfituesi më i madh në këtë kohë të sanksioneve ndaj Iranit, që ka bërë, do thotë, me rezultate të ndryshme, qoftë sidomos të botës perëndimore, dhe ka arritur që me depërtimin e naftës të arrijë të krijojë resurse dhe të ketë një shkëmbim dhe përfitime, edhe me çmim të lirë, por edhe pastaj për tranzit. Kapacitetet turke, meqense ka qenë, më të them, një deklarate Devlet Bahçeli, liderit të MHP-s, plakut e politikës turke, i cili është në bashkëqeverisje me akpartajin e Turqisë ose me Erdoganin, partinë e tij, që thotë kush do jenë në rend. Dhe supozon që Turqia do të jetë pika e arshme e konfliktit mes Izraelit dhe Turqisë. Do thotë ose edhe Pakistani në këtë rast, por mendoj që Turqia nuk intervenon ushtarakisht, vetëm po që se preken interesat e saj të drejt për drejta. Ka qenë një paralajmërim që ka Izraeli, avionet e tyre kanë shkelur hapësirën, ajo është demantuar nga të dy palët. Izraeli nuk prek Turqinë, është edhe klasë tjetër, edhe më fërku me Turqinë nuk është edhe bashkëlet, thënë drejtën. Por për momentin Turqia runi një strategji të zhvillimit të industrisë së saj të mbrojtjes, që është, mund të them, në hapa jashtëzakonisht e shpejtë, dhe asaj që pret momentet. Momentalisht, pastaj pjesa tjetër që përbëjnë vendet e Golfit dhe Arabia Saudite janë partneri numër 1 dhe dëstumat të Trumpit, nuk e dia dëstumat të Netanyahut, por ose Egjipti, nuk është të pritet nga ata që do jenë ata që do i ndalin në ndihmë. Deklaratat e tyre publike janë, dënojnë agresorin, dënojnë këtë, dënojnë atë, por mund të them në një farë mënyrë Arabia Saudite ka dëshirë dobësimin e Iranit, sepse është premat për forcë